Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet e fundit në Kosovë. Fillimisht do të flasim për zgjedhjet e reja të parakoshme, ashtu si ka paralajmëruar dhe kryeministri Albin Kurti, i cili ka deklaruar se Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja të parakoshme parlamentare, të cilat sipas tij janë tërësisht të panevojshme, por para mediave kryeministri Kurti ka deklaruar se zgjedhjet e reja nuk do të sjellin rezultate të reja, pasi sipas tij të njëjta do të kenë epilog pothuajse të njëjtat si të kaluara, dhe kjo për shkak të zgjedhjes së presidentit dhe krizës politike tashmë që është krijuar në Kosovë. Kam të ftuar ditën e sotme për të diskutuar mbi këto zhvillime deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Hisem Berisha. Ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje për ju. Atëherë, zoti Berisha, sa i përket edhe krizës politike tashmë të krijuar në Kosovë për shkak të zgjedhjes së presidentit, fillimisht pse propozimet e bëra nga vetë kryeministri Albin Kurti nuk arritën të bindin opozitën, dhe a ishin këto vërtet oferta reale për kompromis, apo nga ana tjetër ishin vetëm formale, dhe çfarë pritet ndodh më tej? Po vetëm natyra e propozimeve dhe ofertave ka treguar jo seriozitetin e kryeministrit edhe në këtë moment negocimi të pafuqisë së vet për ta zgjedhur presidentin, kur thanë pafuqisë nuk e ka numrin e mjaftueshëm të votave, dhe kur s'ke numrin e mjaftueshëm të votave, duhet marrëveshje politike, duhet një kompromis me aktorë politik, dhe nuk mundesh me imponu qëndrime, nuk mundesh me imponu kandidatura. Loja e ofertave unë kam shkruar dhe kam deklaruar edhe më herë se Albin Kurti me këto loja të negocimit dhe ofertave që bënai ka qëllimin të blejë në kohë. Atij duhet një kohë shtesë për të etabluar zgjedhjet në një moment përshtatshëm dhe për të ikur krijimit të institucioneve dhe marrjes së përgjegjësisë që ka në përmbushjen e detyrimeve të cilat po ja kërkojnë të gjithë ndërmjetësit Bashkimit Evropian dhe emisarët të ndryshëm që po vizitojnë Kosovën. Tani, nga pamundësia të përballet me ato detyrime që janë antikushtetuese dhe cënojnë territorin e Kosovës, sovranitetin politik, rendin kushtetues të Kosovës, po manipulon me këto formula, dhe tani nuk jemi më, veç jemi diku gati pothuajse 2 vite në një krizë dhe bllokadë institucionale, sepse llogaritmi edhe në shtatorin 24 ke filluar fushatën dhe jemi në prillin 2026 ende pa institucione të konsoliduar në kuptimin kur nuk përfundohen të gjitha, pastaj nuk mund të funksionojnë edhe ato që kanë arrit të marrin atë pjesën formale të votave, siç është qeveria atje. Kështu që jemi në një situatë kur kriza po gjenerohet nga vetë ai që e ka në dorë ta zgjidhë, për mungesë të ofrimit për gjetjes së kompromisit konsensual me partitë tjera të spektrit politik, të cilave ua ka nevojën për me mujt me ecë përpara me institucione. Nuk mund të imponuan zgjedhjet e tij, nuk mund të imponuan ofertat e tij, kanë qenë, unë e kam thënë, ky është një karem që po ja ofron partive politike të cilat po vrakojnë pas tij fatkeqësisht në emër të konstruktivitetit, të krijimit stabilitetit politik, krijimit institucione dhe me ecë përpara si shtet. Mirë, po ky është jo serioz dhe nuk e ka këtë qëllim. Ju e pat mënyrën se si u tall. Një herë ju ofron pozicion që është antikushtetuese. Këtu nuk po bëhet interpretim i pastër nga ata që janë ekspert fushës. Si jurist po ju them se ofrimi i pozitës kryetarit të kuvendit apo nën kryetarit është antikushtetuese, sepse ka një procedurë të rregulluar se si zgjidhet kryetari i kuvendit dhe kush e ofron atë, kush e ofron nën kryetarin e parë dhe çka janë anëtarët e kryesisë. Pra, këtu kemi të bëjmë me një ofertë e cila i sjell partitë në një pozicion të papërshtatshëm dhe në një pozicion antikushtetues, pastaj me siguri se do të dalë do të tallet me ta. Ja shikoni sa të pjekur politikisht janë. Dhe unë mendoj se kanë bërë mirë që s'e kanë pranuar këtë. Pastaj kompromisi për me zgjedhjen e një president vendit pa testirë partijake është po ashtu një pozicion politik korrekt dhe pa pasur nevojë me marr pjesë të hise në qeverisje. Ky po tallet me ata se po të ofroj këtë, po të ofroj këtë, po të ofroj këto ministri. Nuk duan partitë opozitare të futen histedarë në qeverisje nëse ky ka mbi 51%. Ky ka mungesën e votave për gjitha vendimet që duhen vote kualifikuar 2/3. Dhe në emër të kësaj hajde bëjmë një kompromis. Unë për shembull kam planifikuar dhe kam menduar se kompromis do të ishte për shembull të sjell planin franko-gjerman dhe statutin e Bashkimit Evropian në kuvend dhe të shfuqizojmë ato nëse veç kanë marrë trajt të marrëveshjeve të pranuar nga kryeministri që i cili ka autoritetin kushtetues të negociojë.
Dhe ai ka pranuar si tilla, ato janë antikushtetuese. Sjellin kuvendin të rrëzojmë. Ja këtë do ta kisha vënë kush, nuk po du pozit as në qeveri, as në presidencë. Atje po e gjem një njeri pa testier partijake dhe ekzistojnë në Kosovë. Kosova nuk është e varur nga këto kuadrat. Mirë po, ajo çfarë duhet të them është se në këtë periudhë kohore ne kemi rënë atë testin e respektimit, domethënë të institucioneve të Kosovës, apo rendit kushtetues të Kosovë, po edhe procesit demokratik në të sistemit tonë. Kushtetuta ka qenë e qartë. Nuk ka hapësira zbrastia në kushtetutë që nuk e rregullojnë këtë temë. Shumë të qarta kanë qenë nenet përkatëse, me mbështesjen edhe dekretin e presidentit, vendigjimi i gjykatës kushtetuese ka cënuar drejt për drejt subjektin dhe kompetencën e vetë gjykatës si mbrojtës e rendit kushtetues. Kjo po tregon se edhe ky mekanizëm juridik është kapur nga kryeministri dhe çrreja e tij, dhe tani çka pritet ndoshta do të jetë një kapje edhe pozitës presidentit dhe jemi në një kapje totale dhe kontroll total të shtetit. Kjo është ajo çfarë po. E qartë. Por gjithë kjo krizë politike e shkaktuar tashmë në Kosovë, zot Berisha, si po shihet edhe në sytë e ndërkombëtarëve? Tu është edhe problemi. Pra, një shtet i cili nuk arrin me respektu kushtetutën e vet, e cila nuk ka vetëm obligimin brendshëm, është një domosdoshmëri strategjike për të ardhmen e vetë Kosovës, sepse ti në fundit është çështja edhe kredibilitetit ndërkombëtar. Shive, dogmat serbe kanë ushqyer gjithmonë një politik në skenën ndërkombëtare se shqiptarët nuk janë të aftëm të mbajnë shtet. E tani, një shtet i cili s'mundet me respektu afatet e veta që i vendos gjykata kushtetuese apo që janë kushtetuese, edhe në rendin e vet kushtetues, atëherë ka shumë vështirë me rujt këtë respekt apo besim në arenën ndërkombëtare. Dhe faktikisht Kosova sot shihet si një shtet faktikisht jo funksional dhe jo kredibil për të pasur partneritet me te. Ju po shihni se përveç në nënshkrimit si akt themeltar në bordit të pasës, nuk e di ndonjë asociacion ndërkombëtar ku Kosova sot ka adheruar apo ka kryer çfarëdo veprimi integrues, përveç atij temë si MSA që ka ndodhur para vitit 19, domethënë para ardhes në pushtet të kësaj nomenklature politike. Pra, ajo çfarë është që duhet të thuhet është problemi se zgjedhja e presidentit nuk është vetëm çështje e një emri tash që po kalkulohet ose po spekulohet me emra, por është edhe një shumicë të momentit. Sepse edhe kjo nuk bën zgjidhje. Në demokraci është kompromisi ai që është mekanizmi kryesor i demokracisë dhe që e vën në funksion institucionet. Pra kjo ishte një provë për testuar se sa janë gjendje të funksionojnë vetë institucionet e Kosovës në bazë të rregullave, apo ato vazhdojnë gjithmonë varen nga kalkulimet politike të tipit çfarë po ndodhen këto ditë në Kosovë, apo këto ditë të mbetura deri të martën, dhe tani po spekulohet për çfarë lakim emrash pra kthimit të familja e Shari, ku ta diun, ju lutem, po si presidenti ka kritere se kush mund të jetë president. Nuk mund të zgjidhet presidenti vetëm për efekte emocionale apo për populizëm, për dhënë një efekt ku ta diun se natyra e Shari përdor zoti Kurti duke manipuluar me vlerat e familjes së Shari. Ajo është një familje shenjtë, ajo që ndron themelet e shtetit. Nëse vërtet respektohet familja, respektohet kushtetutën, respektohet rendin kushtetut, ligjet, zhvillimin e vendit, mos lejo ikjen e rinis, mos krijo jo stabilitet dhe pasiguri në vend, dhe ja ky është respekti ndaj gjakut, dëshmorë ndaj familjes Jasharin në veçantë. Kështu që ne kemi qenë në situatë kur këto precedente politike që po krijohen, po fillojnë të zëvendësojnë edhe normat e kushtetutës. Pra, vendimi i fundit të gjykatës kushtetuese vërtet ka treguar se ka dalë për rolit vet, se është kapur si mekanizëm. Unë jam ai që kam qenë gardian të rendit kushtetues dhe shtetësisë. Mirë po, vendimi i fundit ka treguar se ai mekanizëm është i kapur. Dhe ajo ndodhi pikërisht me aty janë tre anëtarë